Qa pension? Pse e ngritu ka shpejt sot? Hajde Virajt, nuk ndajem në nga kantjeri, do të vi me ju. Ditë e natë. Spresin që dyrët e rënda t'u hap dashuria intelektuale, mejtimi i kujdesshëm, delikat. Ata hynë në poem, si që hynë në fabrik, në uzinë, plot zhurë, gjithë vrullu bijen sirenave, ndezin motorët, fillojnë punën. Binaja e poemës gjëmon prej frezave, tornove, ajri gri metalt dridhet prej vibracioneve. Ata ngjiten skelave, vargjeve. Me saldatriqe në dorë saldojnë hekur, ritme e rimat njoma. Provojnë kalibret dhe rezistencën e mejtimeve, të ëndrave dhe të dashurive tonë. Nuk i arron kur të spijet që pensioni.
Greta Zerin, grije! Na plase me këtë këngën tënde! Ke pardi! Mos ka zënë që myri! Fol, ti u matë thuaj diçka. Jo, desha të them se e fryn shumë. Fryn vërtet. Duhet të bëjmë diçka. Të paktën të zemë me letër katrama këta. Këte e fryn shumë. Edhe unë do të bëhem montadore. Do të më shohësh. Shumë mirë. Mirë do bëni, do shpëton nga era. Po. Ja. Tash ti vjen pushimi i drekës dhe e bëjmë. Shpejt, Jema, shpejt. Letali mund të këputet në mes nga pesha.
karamelet. Faleminderit. Shbel më. Uron. Nuk gëzohesh? Përsa të gëzo? Pse nuk të pëlqen? Jo, më pëlqen shumë. Çfarë të pëlqen? Hën, ke ditën e pasur, mos e vono. Meri dhe na kujto më vonë. Mos është astis, ullu. Mos është fejuar me gjelën? Po, gabim që nuk e urova. Në fund ishte drejt kam që t'i zëmërojnë. More, mos ka patur ditëlindjen. Budallaj, si nuk më randërmend më parë. Gabim bëra që nuk e urova. E po qohë se na plasë shpirtin. Aja tjetër. Aja tjetër. Është e mirë, por akoma e re. Mos pi gabim që ju njetën e saj kaq shpejt. Pastaj ai montatori është djali i Zotit. Po s'ne ditën e ka patur e diu. Kot që presim. Nuk i shikon flakët e tyre? Po. Shumë të bukura janë. O, në bëvona, i s'ka për të ardhur. Pikërisht sepse nuk vjen më pëlqen edhe më shumë. Mos i beso ati. Ata ku janë sot nuk janë nesër. Pastaj ai nuk është as i bukur. Mbase diku do ketë ndonjë vajzë? Ai? Jo. Nga e ti? Nuk më ndjen zemra në gjë të tillë. Moj, po ti nuk e fri nga familja? Kujt i thërmësh ti? Gëzimit shkreptues të dritave në përkantier?
zërave të gëzueshëm të jetës në këtë natë të kristalit. Unë ndua që dritat e jetës gjithmonë t'i ushqejmë dhe me dritat e dashurisë sonë. Si një buzëqeshje e porsalindur të qëndrojmë në buzët e njerëzve, në këtë natë të ngrohtë, nën këta qije të ullët, dashurin të ngullim mbi tokë si statuj. E bota dhe njerëzit, shikimin e tyre le ta ngren mbi ne, le të shlodhen në ndershmërinë tonë të gëzueshme. Bota jon, shpirtin e saj gjithë drita e shtroi për ne, drejt njerëzve, drejt dashurive të tjera. Dhe ti, s'ke pse u trëmbesh më fanatikëve. Në mbrojtjen tënde dashuri, u ngrit dashuria e dritave. E shkret ati. Pas ke rënë në dashuri? Si? Po të retë shamban këtu. Më pëlqen kur e shoh. Pa i qëtot. Ai, asgjë. Budallaqk. Ti pa ndesë ose të marë? Pa i specialist mëj, kurse ne qemi. Unë do të bëhem montatore. Shokët po më ndihmojnë. Ta arri dhe ai të më doj ashtu si që dua unë. Që ai të shikoj tek unë jo vetëm sytë e mi, por të ndjej që kanë krah një shoqe të vërtet për gjithë jetën. Jo. Besoj se tani nuk do të ankojeni me. Që është ditë dritare që ke hapur? Ti sikur ankove nga era. Më pengon të në punë, prandaj. Si, në mbushje mendin. Pengon të në punë, apo... Kur të vim më vënd të gjithë mbyllur. Mozval, edhe ky e dashuron. Për besa asgjë s'po kuptoj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Çfarë ke? Jemi shumë vonë. Po mirë atëre, kalojmë nga kodra. Di afër. Shkoj.
të ndonjë makinë. Nuk të marrin. Makinat tona janë i portabël. Kurse vendet e para janë gjithnjë të zënë. Kurse mua marrin, të gjithë shoferët më marrin. Marrin dy se mirë. S'pas ke kthyer mirë sot. Mos ke punuar gjithë natën brëm? Jo, deri në 10. Sa shumë që punoni. Po pse punoni kaq shumë? Do ikim që këtej. Na presin fjerës. Nuk e pëlqen këtu? Jo, këtu është shumë mirë. Të gjithë shokët janë të kënaqur. Po ti? Edhe unë. Po veprat e 5 vjeçarit janë të shumta dhe ne duhet vëmë kudo. Pse? Si pse? A ka gjëm të bukur që në çdo qytet lesh gjurmën tënde. Veprën tënde. Po vjen një makinë. Sa shumë që fryn. Çfarë ere? Jo, se do të ftohesh. Sigur mos mbaronte kurrë kjo rrugë. O shoqe, hajde poshtë, se fryn shumë atje lart. S'ka gjë, nuk është aq ftohtë. Arritëm. Nuk i vi përpara. S'deshi të mlinte vetën. O, sa e mirë që je. Çfarë? Pse s'bësh saldatore ti? Do të bëhem montatore. Ti as që deshe të murosh për këtë. Prandaj shpërndave karamele ti. Prandaj, po si. Tani do t'i them se dua. Se do të marr me veten fjerës, në metalurgji, kudo. Do të bëredhim bashkë të rjetën, nga një vepër në tjetrën. Unë do të bëhem montatore. Po, do të vazhdoj edhe shkollën. Të arri dhe ai të më doj ashtu si që dua unë. Që të shikoj tek unë jo vetëm sytë e mi, por të ndjej që ka në krah një shoqe të vërtet për tërë jetën.
Në shpirë se gjitha të dhevën Shënës alandishet ngrem polete Rete qërë Ato erden porcione Që ngalor Janë do zemra E shkëmbani Po do shkani Jo Si një saq I vogël. Pse qesh? Mondatorëve të lartësive, gjithçka që është poshtë duket e vogël. Edhe toka dhe njerëzit. Një ditë pash ty tek saldoje tubacionet mbi sallën e makinerive. Se si mu duke kur të pash ai të vogël. Dhe mendova, çfarë pune të madhe që bëni. Atë ditë, kur udhëtuam për herë të parë bashkë, u mata disa herë të thosha diçka. Çfarë? Që të bëhesh gruaja ime. Pse s'më the? Atëherë nuk njiheshim akoma dhe kisha frikë se nuk do ta merr një seriozisht fjalën time. Kurse tani është ndryshe. Ti mund ta mendosh më mirë fjalën që po të them. Ti je montatore. Bota është e jotja, mes kësaj thirrje ecën ti, dashuri e re e tokës sime, e popullit tim, dashuri përjetësisht e re, imja rini. Çfarë të flas? Do të vish me mua në Fierz? Po. Do të vi. Të sotin e hakimet arabesh Në shpirë se gjitha të dhevën Shënet, alandishet ngrem polete
te